Mi se vini ju Franca, të gjithë djegësit e mi, tek shëndeti ma almën. Uroj të gjithë ju shqiptarët, kudo që ndodheni, gëzuar Krishtin dhe vitin e ri 2026 familjarisht. Më ndiqni, sepse do ju informoj për ofertat dhe produktet që i përdor vetë dhe të përfitoni sipas nevojës suaj. Të gjithë gratë dhe vajza shqiptarë që duan të punojnë në network marketing dhe sidomos të gjithë shqiptarët që jetojnë në Bosnjë dhe Serbi, duhet ta festojmë sot sepse sa është hapur edhe ato kanë mundësi të gjithë vajzat dhe gratë shqiptarë të punojnë në network marketing online. Është një punë më e kërkuar në online. Prandaj, gëzuar. Unë përdor produktin për dobësim, aloe për mirëqenien dhe balancë. Për plusin, që është plot vitaminë, zëvendësimin e vaktin e plot me mineral, protein, karbohidrat dhe vitaminë cilësor. Prandaj, gëzuar. Përveç produktit, unë përkujdesim edhe për ushqimin. Kam zgjedhur këtë perim me rastin e festave sepse është ngjyrë e kuqe. E kuqe si flamuri kuq, e kuqe si gjaku, e kuqe si zemra, e kuqe si dashuria. Mbi të gjitha është e shëndetshme për trupin e njeriu. Unë e përdor çdo ditë, por jo më shumë se një kokër. Ju sugjeroj edhe ju. Dhe përfitimet kryesore të panxarit janë: panxari kuq është një nga perimet më të fuqishëm për shëndetin. Ul tensionin e gjakut, përmirëson qarkullimin e gjakut, ndihmon tretjen, mbron zemrën, ndihmon shëndetin e trurit, parandalimin e problemeve të veshkave, antioksidanti fuqishëm, mbron qelizat, lëkurën, mushkëritë dhe sistemin tretës, ndihmon në parandalimin e perdeve të syrit, mbron shikimin me kalimin e moshës, ka kolagjen, forson koskat, kërsin dhe muskujt. Kjo ndihmon edhe gratë shtatzan për shëndetin, shumë të mirë për zhvillimin e shëndetshëm të fëmijës. Prandaj, unë e përdor për dobësim dhe më ndiqni hap pas hapi, do ju tregoj një resetë me panxar. Shikoni, e kam bërë si dyqan, duke ble produktet dhe më kanë dhënë rezultat. Prandaj dua të ndihmoj edhe juve. E kuptoj si ndjeni dhe nëse ndjeni të njëjtën gjë, kam një zgjidhje. Kush dëshiron të gjejë produktin e dur për flokun dhe për dobësim, më shkruani në DM për më shumë informacion dhe për porosin. Sallat me panxar. Herën e parë, një luk me boronis. Këtu, siç e shikoni, një luk me kungull dhe 3-4 kokra arra. Kungulli. Kurse tani do të hedhim bajame, 5-6 kokra. Pastaj do hedhim karrotat. Pastaj do hedhim panxarin me kastravetsin që e kemi grirë. Siç e shikoni kemi përzi, do hedhim një luk vaj, kripën e kemi hedhur dhe do hedhim një luk mjalt. Një luk mjalt, shikoni. Pastaj do hedhim edhe pak gjak kashkavall sipër. Sa të dëshironi. Del një sallat super. Provoni, ju bëftë mirë.